Do të flasim sot për fotografinë, për një ndër artet më të bukura që ekziston. Një foto, sa 1000 fjalësh, një shprehje, e ne do shohim se sa e vështirë është ta kapësh këtë foton që vlen sa 1000 fjalë. Klevisa Bardeli, mirëmëngjes e mirë se erdhe. Mirëmëngjes Noela, ju falenderoj për ftesën. Jam shumë e lumtur që erdhe në studio, jam shumë e lumtur që do të kemi mundësi bashkë me të gjithë shikuesit të të njohim më nga afër. Kush është Klevisa përtej aparatit fotografik? Përtej aparatit fotografik, Shëbica e Shkodrës, le të themi, kështu më njohin për një vajzë e cila ka pas gjithmonë pasion dhe ka studiu për degën e gjuhës tërësisë. Tashmë punoj edhe si mësuese në këtë profesion, sepse në vitin 2025 jam edhe licencuar për degën e mësuesisë. Një profesion pak larg me fotografin, apo kanë të përbashkëta? A mund të heqim vija paralele? Nëse mund të heqi vija paralele në lidhje me degën, letërsinë, mendoj që letërsia ka emocionin, njohshmërinë, detajen artistik, gjë që mban me kanë e lidhur me. Besoj që është një lidhje që kam kriju gjatë qoftë edhe gjatë gjithë viteve të universitetit edhe me fotografi. Kur lindi ky pasion i madh për fotografinë dhe si e kuptove ti? Them drejtën, kohët e fundit gjithnjë nga vlerësimet që unë kam marrë, kam reflektuar me veten se kur ka nis kjo dëshirë për fotografinë dhe kam kuptuar që dëshira për fotografinë në mënyrë të pavetdijshme, le ta themi kështu, ka nis qysh se kam qenë e vogël, pavarësisht se nuk e kam kuptuar asnjëherë këtë gjë, sepse dikur kemi pas një aparat shumë vogël ku unë e merrja, fotografoja qoftë rastet familjare apo ngjarje të ndryshme, por pa këtë idenë që po më pëlqen fotografia apo dikush që mund të ma kenë vënë duke këtë gjë. Por me rritjen graduale, sigurisht jam fokusuar tek shkolla, tek studimi, që më ka marrë pjesën më të madhe të kohës. Më ka fokusuar tek pjesa më e madhe, sidomos dega gjuhës tërësisë që kërkon një angazhim shumë të madh, leximi, gjuhësia e profilit që kam zgjedhur edhe gjuhësinë pjesën e diplomimit. Por shpërthimi, më thojë, le ta themi kështu, ka nis pikërisht në bankat e universitetit, kur rreth vitit 2020-2021, diçka të tillë, unë vendosa për me hap një faqe online, ku thjesht me publiku foto për dëshirë teme. Një relaks menor. Majmen herën e parë kur ma zgjell fotografia për ekspozit, kur ka marrë pjesë krejt rastisht në një konkurs në Tiranë, ku marrin pjesë të rinjt, ishte sezon provimesh dhe kisha harru, kishte 3 muaj që unë kisha marrë pjesë. Atë ditë isha në sezon provimesh, në nesër kisha provime dhe më vjen emaili në mramje që fotografia juaj është pranuar dhe më detyroi që më nënshkruni si punë jo kontratët, për shkresë që do të bi dakord që kjo foto është origjinale, do të pranoj për më bë pjesë e ekspozitës e tjerë. Aty u habita shumë. Edhe kam reflektu, kam thënë, për momentin mu largu komplet ai stresi i provimeve, u fokusova dikon tjetër, thash, njeriu ka nevojë, jo vetëm unë, por besoj çdo njeri ka nevojë që me pas më shumë se një dritare fokusit. Jetën e tij për me pas edhe një motivim tjetër, me gjetë edhe vetin sigurisht, por është motivim për me pas sa më shumë drejtime në jetë, sa më shumë prirje. Mendoj, sepse jeta ta kërkon një gjatë tillë. Nuk mundesh me kanë fokusuar vetëm në një drejtim, siç po them në rastin e mësuesisë. Absolutisht. Por kjo është edhe me të lindur, nuk mund të them që është pjesë e imponimit. Aty pastaj ka qenë ekspozita e parë fotografike, ku ka qëndruar rreth një javë në Tiranë, fotografia ekspozitë. Kanë pas mundësi për me Liria në Prag, ka qenë e titulluar. Një emocion i bukur. Këtu kemi mundësi shohim disa nga fotot e tua. Por cilat ishin ato çmime apo vlerësime që ti përmende pak më herët? Po përmendi disa, përveç këtij të parit që më ka mundësuar për me kenë pjesë në një ekspozite dhe kjo ka qenë hapi i parë që i kam thënë vetes që duhet me provu fotografi, me eksploru botën e fotografisë. E kam një për mbrana, por që me bë më praktike, me praktiku. Vitin që shkoj, sepse çdo fund vit është një pjesë reflektimit për gjithë ne, vitin që shkoj, sepse përditshmëria na merr shpesh
rrjella për ditëshmërisë na merr me vetë dhe harrojmë ndonjëherë dhe atë që ne kemi bë në kurrik ka qenë vlerësimi i fundit ku vlerësova në 10 top 10 në fotografive më të mira në Tiranë nga ambasada britanike. Jo vetëm unë, por disa të ri me një tematik mbushja ujit në grua nga gruaja zadrimore. Po. Je fokusuar pak tek gruaja zadrimore, tek veshja zadrimore. Vura re këtë teksa shfletoja fotot e tua. Kjo është fotografia që ka marrë çmimin e dytë në vitin 2004, ku është vlerësuar në Tirana Photo Festival, festivali më i madh në Shqipëri. Këtu kam kuptuar që edhe për ditë kam kuptuar, ashtu siç e kam thënë gjithmonë, se sa vlerë ka trashëgimia jonë, jo vetëm sot, por në të ardhmen. Edhe ne si të ri, qoftë profesioneve të ndryshme, sidomos fotografia, duhet mi kap disa detaje të tilla dhe mi pasqyrua ata. Absolutisht po. Një mundu në atë mënyrën teme, ashtu që ka tërheq synin tem. Çfarë të pëlqen më shumë të fotografosh? Peizazhe, njerëz, portrete, evente të ndryshme. Pra, cila është më me dëshirë? Pra, çfarë realizon ti më me shumë dëshirë? Them drejtën të gjitha. Nuk është se mund të jemi fokusuar vetëm tek njëra. Shumë siç e vjen re tek faqja ime ka fotografi peizazhit pafund. Po. Por kjo nuk do të thotë që, duke qenë se përqindja më e madhe është e peizazhe, nuk do të thotë që portretet nuk pëlqejnë, ato më pëlqejnë sigurisht, sepse portreti për mendimin tim personal vjen në duke disa nga detajet e personit, qoftë syt, qoftë buzë, qoftë veshë, qoftë detajet e veshjes, qoftë qëndrimi, shumë gjërat e tilla. Edhe kjo. Kjo është kur edhe kjo më ka pëlqyer shumë. Përgatitet për Krishtlindje, këtu ishte një punëtor i kishës katedrales që po fuse brenda kishës brellin e Krishtlindjeve. Sidomos këto drita, domethënë rrezet e dritës vërtet shumë interesante. Cila nga këto që ti përmende është pak më e vështirë për të realizuar në llojet e fotografive? Çdo fotografi e imja në përgjithësi është fotografi që niset tek fotografia spontane, por edhe tek fotografia e mirëmendume. Për shembull, fotografia pak më para, po edhe kjo fotografi është një fotografi që un kam qenë rrugës, për shembull tek ura Bunës, dhe nga bë përshtypje ky burri, mënyra, domethënë peizazhi, ngjyrat, mënyra se si ishte e gjitha integruar brenda një gjaje dhe mendova me e fiksua atë moment, sepse kështu më bani përshtypje mua. Ashtu sikurse edhe i burri pak më parë që po fuste brellin. Ndërsa tek pjesa e grua zadrimore, për shembull, është diçka mirëmendume. Këta janë gjitha spontane, ashtu siç unë jam ndje. Edhe pse fotot e portreteve, siç është kjo fotoja për shembull, janë të mirëmendume, por edhe kanë lind si rezultat edhe një ngjeshmërie, sepse çdo foto jeme ka një ngjeshmëri përpara, si e mirëmendume, si e çastit, që i paraprin diçka e më mbrapa. Çfarë dëshiron të përcjellësh me fotot e tua? Dëshiron Pikërisht, ja, shumë e bukur. Kjo foto ka një mesazh, harmonia fetare për shembull. Kjo kam ndesh me përcjell këtu, dhe mënyra se si ishte për shembull moti, mënyra se si ishte pjesa e Ilberit, e çdo gjë tjetër, refleksimi këto të xhamia, nuk e di, sikur krijon një lloj emocioni të impresion. Cili është sekreti për ta nxjerrë bukur një portret? Them drejtën, nuk është se unë kam studiu fotografi, është mënyra autodidakte, përpiqem për me kap ato detaje që përveç se mu më krijon një lloj impresioni, por edhe të tjerëve që shikojnë. Mendoj që gjatë kësaj praktike fotografike, që se mundu me quajtur kështu, kam kuptuar që është shumë e rëndësishme drita, kontrastet, ngjyrat. Pse jo edhe rasti kur janë fotot bardhëzi mënyrës se si krijojnë një lloj impresioni, dhe për me paraqitë edhe një lloj diçkaje jo të krejt natyrshme që çdo kush mundet me e kap. Si për shembull ja foto pak më parë jam. Duhet pasur një lloj syri pak më ja, kjo. Një lloj syri pak më i sofistikuar. Por a ka një foto që ti e konsideron si më të preferuarën tënde, të cilën e ke më shumë për zemër? Unë jam shumë kritike fotove të mia, të jem realisht e hapur në kështu. Kur kalojnë, unë i ruaj gjitha fotot në galeritë e mia, në kompjuter, kur rikthehem,
Asaj atë foto që realisht ndoshta i kam bërë kritikën më të madhe, fillon të më pëlqen më shumë. Nuk mundu me thonë që kam një foto që mundu me majtë mend që kam preferuar, por mund të them foto që kanë lanë shaj tek unë janë pikërisht ato që janë vlerësu, që mesin më shumë kujtesë. E vërtet, e drejt në fakt. Si është punosh me njerëzit? Se njerëzit ndonjëherë ti, por edhe unë e hasim që nuk janë shumë mësuar me kamerën. Është shumë e vërtetë. Edhe ky është problemi më i madh. Mund të njerëz të mrekullueshëm që kanë një pamje fantastike, por momenti kur drejton kamerën apo aparatin apo edhe celularin, varet se me çfarë po e fotografon, sikur stepen, sikur ndryshon diçka, pra ka një lloj filtri dhe bariere. Si ja bën ti? Se për mua është shumë e vështirë. E mrusi përbashkë të gjithë këtyre personave se ata dojnë fotografinë, që është kemi të vetëdijshëm gjithë. Por kanë këtë pjesën e kompleksin, ka qëllu, sidomos me miqtë të afër, të cilët, siç e the edhe ti janë të bukur, janë njerëz të cilët janë realisht fotogjenik mu pa, por e kanë pak këtë kompleksin ose ngurtësinë mënyrën se si qëndrojnë para kamerës. Është e vështirë, por kur e kam pasion, për mua është një lloj relaksimi sa herë që merrem qoftë me këto persona apo të tjerë. Nuk akoma deri më sot nuk jam mërzit që më thonë po nga mërzit fotografia. E shoh si një mjet çlos, e shoh si një mjet që më lejon pak me fantazu në atë botën teme, me lut me ata ngjyrat, me lut me kontrastet. Dhe me kap çastin, me kap atë që syni jam fokuson. Me ngri qastin aty. Dhe është vërtet bukur dhe kjo është magjia më e madhe që mund ketë një foto në fakt, të përjetësoj një moment i cili ndodh për shumë pak sekonda, ta përjetësoj për gjithë jetën dhe është vërtet shumë bukur. A ke më shumë dëshirë të fotografosh apo të fotografohesh? E kam diskutuar me shoqët e mia këtë gjë shpesh, sepse ju tham, jo doni fotografi, por doni me fotografu vetëm vetin. Unë realisht kam dëshirë me fotografu të tjerë, por sigurisht që kam dëshirë edhe mu fotografu, zakonisht fotot e mia, shumicën e fotove kam autoportrete. E vendosi kamerën ndikoh ose telefonin dhe i realizoj vetë, por dëshira jam. Se nuk beson tek dora dikujt tjetër? Jo, sepse nuk më realizoj në mënyrë artistike. Artistisht dëshiron. Jo, në mënyrë artistike jo. Prandaj kam realizuar disa nga autoportretet, kurse kështu është kjo pjesa. E kam më shumë dëshirë për me i fotografu, ose investimi që unë kërkoj me bate kamera jeme, nuk është për vetin tem, është për të tjerë, që të tjerë të dalin kënaqur nga puna jeme. Cilat janë sfidat e një fotografeje? Dhe a përbën një lloj pengese të qënojit vajzë? Unë nuk e, po nalim të kjo fundit, nuk e shoh as pak, as e kam menduar ndonjëherë që jam vajzë dhe e shoh si një lloj pengese, as këta po në një profesion tjetër. Mjafton që unë të jem e plotësuar në këtë drejtim, qoftë si fotografa apo çdo vajzë tjetër. Të jem e plotësuar dhe të mendoj që po ja vlej për atë punë që unë bëj, ne jemi plotësuar, për pjesën tjetër jo. Për sa i përket sfidave që mund të ketë një fotograf, unë çdo ditë kam mësuar diçka të re për sa i përket fotografisë, sidomos kur kam marrë pjesë në konkurse. Unë konkurset i kam pa jo vetëm me qëllimin fitues, sepse duke qenë se unë nuk kam bërë një shkollë për pjesën e fotografisë, çdo gjë kam mësuar në mënyrë graduale, me hapa, me pikatore, kështu le ta themi kështu. Dhe sa herë që unë kam marrë pjesë në konkurs dhe sa herë janë përzgjell fotot fituese, unë nuk jam mërzit. E kam pa biles konkursin e fotografisë si një lloj kënaqësie ku kam pa punën e të tjerëve dhe kam mësuar prej punës të tjerëve. Biles nuk se ndonjëherë personat mendojnë që nuk doli fituese apo nuk shkoi në finale dhe u mërzita. Ja, absolutisht nuk jam mërzita. Din kur do të mërzitem? Se kam arrit një periudhë kohë dhe ndoshta kam prit shumë që me lanat jam formu, kam prit me lanë maksimum dhe dështoj, le ta themi kështu, atëherë po mund të jetë një lloj mërzijet ose një lloj prishjet asaj, le të themi konkurrencë që mund të kem pas me disa artista, por jo, nuk e shoh. Jam në një fazë që du me mësu, jam akoma në fazë që du me mësu për fotografinë. Sigurisht që fitimet janë një lloj kënaqësie dhe motivimit mi tona. E vërtet. A ke ndonjë fotograf apo fotografe që e ke të preferuar që të pëlqen stili i tij apo saj? Në Shkodër Dumunar, sepse në Shkodër Shkodrën e kam njohur parë, fotograf brenda Shkodrës. Pastaj fotografia më ka leju
jo vetëm për mu përhap puna jeme apo emri jem, por edhe me njoh shumë persona të tjerë. Ndryshe nga le të themi dega gjuhë letërsisë, që ka kenë shumë angurt, shumë angmyllur në vetveti. Du më nalë tek disa nga fotografë që mu më kanë lanë gjurmet e para, Rozafa Shpuza shumë, Rozafa Shpuza, portretet e Rozafa Shpuz, e kam pas, le të themi kështu si ideal në fillimet e mia. Sigurisht edhe motrat Milani, më pëlqejnë shumë mënyra se si të paktën në Shkodër, mënyra se si ato paraqesin detajet artistike, për mua ato janë artiste dhe absolutisht po, absolutisht po janë vërtet tepër. Që çdo foto e tyre më përcjell një ngjeshmëri, emocion vetveti që rrallë kush ma përcjell. Më duket një letërsi, më duket një vepër letrare. E vërtet. Vepër letrare. Për mua ai është fotografi më i mirë, që jo që kap çastet për diçmë në kuptimin e fjalës thjesht një shkrepje, por që ka mirë mendon, ka kap detaj përcjell diçka. Në fakt edhe secila nga fotot e tua, se unë dua të ndalem shumë tek ti, sepse vërtet më kanë bërë përshtypje dhe më kanë pëlqyer jashtëzakonisht shumë fotot e tua, edhe ka emocion. Secila foto të përcjell një lloj gjendje, të përcjell një lloj emocioni. Nuk janë thjesht të bukura për tu parë, janë edhe të bukura për tu menduar, janë edhe të bukura për tu hedhur në to, për të çuar në një gjendje jashtë realitetit. Dhe unë për këtë të vlerësoj jashtëzakonisht shumë. Foto me ngjyra apo foto bardhëzi? Kohët e fundit i kam fillu duke përdor shumë edhe kontrastet në ngjyrat bardhëzi, sepse krijon një lloj impresionit, përshtypjet më të mëdha, krijon një gjendje befasie, ndryshe nga fotot e fillimit, le të themi kështu. S'do të thotë që nuk i përdore gjitha format, po është edhe krijon pak më një lloj melankolie, fotot bardhëzi, apo edhe një lloj gjendje? Sigurisht, nuk lajnë për syrin tëm, nuk lajnë me humbë në botën aty në ngjyrave. Të fokusojnë vetëm tek, le të themi, vetëm tek ai mesazhi i drejt për drejt që do me përcjell. Ato ngjyrat bardhëzi sikur të ngrinë për momentin dhe nuk lajnë në mënyrë hamendësimit sa bukur ke ka kjo ngjyra, apo si ke ka bë ky refleks, por të fokusojnë tek ai portreti, atij personit, tek ajo lvizje. Ndryshe nga natyra, sepse natyra nuk mund ta shoh bardhëzi. Nuk mund ta shoh. Bashkojmë mendimin tënd këtu, e vërtet natyra është ngjyrat e natyrës. Tepër e bukur për të qenë bardhëzi. Por është një rast i veçantë shumë, por është tepër e bukur për të qenë bardhëzi. Jemi ende në nisje të vitit 2026, kështu që vlen ende ta përdor këtë pyetje, cilat janë planet apo ëndrat apo dëshirat tua për këtë vit? Nuk është se nisëm shumë me objektiva konkrete, çdo person ka objektiva në fundicë, por dëshirat e mia, le të themi kështu, ose urimet e mia janë që ky vit të ecë sa më marr qoftë në profesionin tim, që kam aktual, qoftë edhe në pasionet e mia, shpresoj që të hapen disa drejtime të reja, të fokusohem më shumë të kthej tashmë edhe një lloj profesioni direkt, sepse duke marrë gjithmonë me studimet, siç e thash, dhe aktualisht me profesionin e mësuesisë, është një kohë shumë e vogël që mbetet në dispozicion të angazhimit në lidhje me fotografinë. Kështu që pjesa është 50 me 50, nga njerë 40 me 60, por kisha pas dëshirë që m'ja kushtu i fije kohën më shumë fotografisë. Uroj që t'ja dalësh, uroj që ta kthesh edhe në një lloj profesioni, si dihet në të ardhmen. Kemi vërtet nevojë për fotografë të cilët janë të mirë dhe bëjnë punën e tyre me dëshirë dhe pasion, siç bën e ti. Unë të falenderoj zakonisht shumë për këtë moment e kaq të bukur që na dhurove, por mbi të gjitha për fotot e mrekullueshme që ti realizon. Të falenderoj për fjalët e mira, gjithmonë pozitive në mënyrën e këndvështrimit të ftuarve tuaj. Ishte kënaqësi edhe për mua me kënë sot natë këtu me ju. Faleminderit. Faleminderit edhe ju miq që keni përcjellë një intervistë të tillë. Urojmë ta kemi merituar privilegjen e kohës suaj.